përkushtimi do të jetë maksimal, edhe nga pikpamja formale e orarit, po themi, kur vihet në punë, dhe deri orën që mbyllet, dhe unë ju garantoj që do të jenë 24 orë, në 24 kushdo problem apo koleg do ketë apo varësi do ketë problematika për të informuar apo për të dhënë për të patur në çdo moment të kontakt. Dhe pa diskutim me ministrin, pa diskutim edhe me kryeministrin. Gjej rastin në këtë moment, sinqerisht, pavarësisht që me zonjën ministre, qoftë me ish kolegën Filameti, apo me kryeministrin e Shqipërisë zoti Rama, kemi qenë në përballë njëri tjetrit, sepse kështu funksionon demokracia, një palë është majorancë, një palë tjetër është opozitë, por kurrë se kemi parë njëri tjetrin si armiq, por për të punuar dhe për të luftuar për të qenë diçka më mirë më përpara për Shqipërinë. Dhe për mua kjo është një sfidë, është një dorashk e hedhur nga kryeministri për të përmbushur këtë detyrë. Nuk është privilegj, absolutisht, është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, pavarësisht që vin nga sistemi i drejtësisë për 15 vite dhe 20 vite në politikë, dhe që kemi pasur mundësi të njohim shumë gjëra, por atë që ka tha ministri në një moment, do të kemi pozitivitetin që në funksion të përmbushjes së detyrës, por dhe në funksion të respektimit të biznesit, i cili